Sive ardhur nga Mërgata, votë që do të manifestohet në qendrat e votimit, jo me post, do të aqaj këtë blokat të vendosur nga partitë opozitare, do të i hapë do të hapë rrjedhën e proceseve normale, për mu këty stabiliteti i nevojshëm dhe i domosdoshëm politik që e mban emrin e lëvizjes të ndosje. Pra po e kthem, derisa po them edhe një gjë. Derisa vetëvendosja kishte bekimin qytetar tash kështu. Mbi 50% të pushtetit. Kosovë për herë të parë pat stabilitet politik. Kosovë për herë të parë pat një pushtet i cili e kryti mandatin e vet. Po thonë që kushti për të pasur stabilitet politik është ju t'i merrni mbi 50%? Krejt ky 9 muaj që na thot këtë gjë. Kjo krizë 9 muajore. E qëtash që po rrezikon Kosovën hala me probleme edhe më të mëdha me mos miratim të buxhetit. Edhe të ato të komunave, edhe të rasti me paga që tashmë zgjidh, po sidoqoftë të mos miratimi i buxhetit të Republikës Kosovës, qytetarët e kuptojnë që zgjidhja vetme është votimi masiv i lëvizjes së vendosjes, respektivisht Albin Kurtit si kandidat për kryeministër të Republikës Kosovës. Mirë, do të hap mundësinë për komentet e para, mbi këtë që folëm si do të duket vetëvendosja në 28 dhjetor. Çollaku, komentet dhe pyetjet e para për panelistët. Se di, vetëvendosja është vazhdon atë narracionin, sikur s'ka qenë pushtet asnjë ditë. Domethënë tash mingu këtë rast tesh deputet e VV-s, ta mërmendet që vetëvendosja asnjë ditë s'ka pas pushtet, dhe jemi do i fol për një situatë ku këta tash kanë ardhur prej qiellit edhe janë poshtë. Tash derisa ndëgjova në këtë rast dy përfaqësues të VV-s, më kriju përshtypja që Albin Kurti asnjë ditë s'ka qeveris, edhe këtë problemi ka që i paskun do parti që kanë qenë në opozitë dhe kanë bllokuar procesin. Okej, e kuptoj që kjo është narracioni që vetëvendosja dëshiron ta krijoj, që të kthehet atje te 50%, që na është edhe i marrin, po unë nuk besoj, sepse në fundit 42% që e ka përgjegjësinë më të madhe se, domethënë, nëse PDK i ka pas 20, LDK-ja 15 ose 17, AKK-ja nisma 6. Domethënë, tash edhe përgjegjësia shkon në raport me votat që i kanë marrë. Po narracioni tash atje më thonë që se kanë njoft rezultatin, unë nuk pe di, domethënë kush prej këtyre partive opozitare, ish opozitare pas ka dalë, pas ka thonë që na nuk e njohim rezultatin zgjedhor. Ju, domethënë, besoj që është shumë arrogancë. Një arrogancë, absolutisht është një arrogancë edhe në këtë narracionin e juaj. Tash, kush e ka obligim me ta votu ty pa koalicion Albin Kurtin kryeministër? Pse? Pse ti mendon që 42%... ka obligim me votu konstituimin e Kuvendit Kosovës? Nuk e ka obligim Kuvendi Kosovës është shtëpia krejt partive politike. On rregull është, kjo propaganda ju, narracioni ju shumë rregull është. Po s'po them që i keni keq. Për qeverinë, ju keni pa marrëveshje, kjo është në rregull. Domethënë që po kryesinë e Kuvendit? Po a bën ta përmendoj. Jo, Artan. Narracioni që po marroni ju, shumë rregull është me pas narracion. Po kjo është e vërtetë, s'është narracion. Kjo është e vërtetë. Kam drejtun me interpretuar narracionin e juaj, se kjo është e vërtetë hiç. Unë nuk kam pa një parti opozitare, ish opozitare që ka dalë ka thonë se pranojmë rezultatin zgjedhor. Veprimet e Zoja, le të deklaroj. Befasova. Veprimet. Për ti u befasova. Veprimet. Si deputet 3 mandata për mos njohet rezultati zgjedhor. Edhe je përfaqësuesve më të mirë që e ka VV në kuvend. Për çato u befasova, se më kanë deputet që është për herë parë se s'ka një përvojë, po në rregull, e kuptoj narracionin. Po, sidoqoftë, unë mendoj që VV-ja nuk mund ta përsërit 14 shkurtin, 9 shkurtit i afrohet, nuk e di 28 shka sjell. Nuk e di çysh ka më votu diaspora, sa ka më votu diaspora. Po tash, mu vesh një send, domethënë, po mbengon çysh masi Albin Kurti, edhe VV në mandatin e parë, pas ka bërë çash mrekullina, këtë stabilitet politik, e gjona tjera pse rrat 10%. Dhe çto shpjegon më okay. Po, am lejo. Po. Kjo të kurrje ka ndodhur fal investimit shumë të madh që është bërë në propagandë, në dezinformim, fake news, lajme të rreme, vetëm për me kriju përshtypjen që kemi të bëjmë me një qeveri të keqe, që kryeministri Kurti nuk po i kryen punët e veta mirë, edhe vjedhëmisht me mbjell një defetizëm në popullat. Në çdo ditë nëpër studio televizive është ushqyer në mënyrë agresive një ide e rrejshme që për të bërë opinion publik
është investuar.